إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falëndrimi të kanë Allahu Gjelle Ta'ala I cili na ftoi të agjerojmë kur tha o ju që keni besuar u është bërë obligim agjerimi. Të falënderoj Zotin Gjelle Ta'ala që na bëni pastaj pjesë të karavanit të hershëm të agjeruesve të cilët kanë ecë nëpër sipërfaqen e tokës kur tha është bërë obligim agjerimi për juve ashtu siç është bërë për ata që ishin para juve. E falëndrojmë Zotin Gjelle Ta'ala I cili na ftoi në këtë muaj që ta pastrojnë shpirtin tonë, ta ngrisim më të lartë, ta fistikrojmë atë me vepra të mira, ku tha Zoti la'allakum tattaqun, ndoshta ju do të bëheni më të devotshëm. Qëmë salatë dhe selame mbi pejgamberin tonë, mësuesin I njerëzimit, I cili nëpërmes mësimeve të Zotit të tij na mësoi se si duhet besimtari të agjeroj muajin e Ramazanit. Nuk ka dyshim vëllezër se ky muaj në veten e tij është I mbushur me mësime, me mesazhe, por do të ndalemi vetëm në 5 reflektimet ose në 5 gjëra të cilat Ramazani na ka mësuar neve. Ka para është Ramazani na ka mësuar heshtjen e mençur. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmes hadithit të cilët transmetohet nga I dërguari I Zotit ka thënë kush nuk e lë fjalën e keqe dhe veprimin sipas saj, Allahu nuk ka nevojë që ai ta lë ushqimin dhe pijen, transmeton Buhariu. Heshtja e mençur është që na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam është ruajtja e gjuhës. Po të regon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ai cili nuk e kontrollon gjuhën e tij, por e lëshon në ofendime, në mallkime, në hyrje, në sharje e të ngjashme me to, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lënë ushqimin dhe pijen, pra nuk ka nevojë Allahu për agjërimin e atij personi. Kur jemi të rritur dhe të jetur, fjalët tona po bëhen më të pakta, por gjithherë më të mençur. Ky është mësimi. Sa herë që kemi me folë këtë dunja më pak, kemi me dalë më të mençur dhe kemi me dalë më fitimtar. Reflektimi I dytë është Ramazani na mësoi vlerën e përkushtimit ose vlerën se sa është e rëndësishme që njeriu t'i jap hapësirë shpirtit të tij. Që ai mundohet vetëmohet me Zotin e vet, komunikon me Zotin e vet dhe në vazhdimsi gjatë agjerimi mundohet që ta ngrit këtë nivel të shpirtërorës dikur lart, duke angazhu më shumë me gjërat të cilat janë hynore se ato të cilat janë toksore. Më shumë me adhurime se sa me gjërat materiale të cilat shpesh herë vëllin e dobësojnë shpirtin e njeriu. Dhe shihet ajo më e madhe, pra ky vedisim kur bëhet në net e fundit, kur besimtarët zgjohen me Zotin e tyre, qohen në një kohë shumë që është e veçantë, në një kohë kur pjesa e madhe njerëzve flejnë gjumë, pasivizohet jeta, ndërsa besimtari është I gatshëm për me komuniku me Zotin e vet, për me madhru Zotin e vet, mi përul atij, mi kërku falje dhe me bojlutje për jetën e tij dhe për ahiretin e tij. Dhe gjithçka që mbetet se neja do të vazhdojmë të qëndrojmë dhe të ruajmë këto raporte me Zotin tonë edhe pas Ramazanit apo jo. Reflektimi I tretë është se Ramazani na ka mësuar se njerëzit janë më të mirë se çfarë mendojnë ata ndoshta për veten, edhe ndoshta më të mirë se sa mendojmë ne për njerëz.
E shohim gjithë kjo aktivitet, gjithë kjo përmirësi, gjithë kjo dhënje dhe shtridhje e dorës, qoftë nga ato iftarët familjare të cilët i përgatisin nanat, motrat, gratonat të cilët lutim Zotin që t'i shpërblejnë për mundin e tyre dhe nuk ka dyshim se Allahu ka më shpërblej për çdo mund dhe çdo iftar që ato e kanë shtruar. Shihet do thotë nga kjo piknisje, nga një sofrë e vogël deri tek ato sofra të mëdha, deri tek ato me mia veta që ulen dhe njerëzit hapin zemrat e tyre, ndajnë nga pasuria e tyre, japin sadaka, lëmosh, zekatin e fitrit, zekatin në përgjithësi, kështu më radhë, janë krejt reflektime na tregojnë se ne jemi pra më të mirë e njerëz që mendojnë për veten apo mendojnë tjerët për neve. Pra shoqëria pas ka mundësi me qenë gjithherë më e mirë në nivelin kolektiv, vetëm po pas ka nevojë ose po deshka me qenë dikush i cili një mësues i cili e lëviz shoqërinë ka hembara dhe ka hajri, si që ishte Ramazani, andaj të mbesimin ne, ata të cilët e luajnë, për thëmë, kushtimisht një Ramazan të vogël, ku i nxisim njerëz me bëu mirë edhe pas mujit të shenjtë të Ramazanit. Dhe e para fundit, Ramazani na mëson se gjërat e vogla kanë ndikim të madh. E shikoj vëllezër do thotë se një gotë ose një hurme me të cilën njeriu e prish iftarin, e sheh do thotë se sa vlerë ka. Do me qatë hurme i mjafton pastaj të vazhdon ndoshta deri në ditën e nesër mos than asgjë. E kështu më radhë. Pra, gjërat e vogla të cilët na i ka mësuar ky muj i shej, për të cilën pejgamberi Allahu xhalla taala ka thonë kush bën një grimc hajër do ta gjejë te Zoti. Pra, çdo gjë që të cilën ne kemi bëu është e vogël sepse Allahu nuk përfiton asgjë prej adhurimeve dhe angazhimeve tona, por jemi ne që përfitojmë. Andaj gjërat e vogla shpesh që ndoshta ne i neglizhojmë e kështu më radhë atëherë tek Zoti xhalla taala ato janë të mëdha dhe kanë vlera, të nisin prapë nga gjërat e vogla, pastaj vinë edhe punë e hajrit edhe të mëdha. Dhe e fundit është Ramazani na mësoi në fund se sa e rëndësishëm është gjithherë fundi më i mirë se fillimi. Mundi me nisë shumë punë të hajrit, fillimi është i mbarë, por për fat keq, dikun ka gjysma rrugës ose pa ardhur tek caku, jemi lëpsu. Sa ka prej atyre që e nisin namazin me falë, por dikun ka fundi ose në gjysmë rrugës e loj namazin, ka nis agjërimin me agjëru si i ri, lodhët mes rrugës dhe e lën agjërimin, e kështu më radhë. Andaj, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po thotë vepra shpërblehen sipas fundit të tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lutte Zotin e vet çdo herë Zot më jep të mirë, më jep përfundim të mirë. Dhe shihni se si Ramazani kur po fillon ose ku është ajo pjesa e fundit, është rrit ajo dëshira më e madhe për me punu edhe më shumë, për me arrit shpërblimin tek Zoti xhalla taala. Mos i harroni vëllezër, këto janë reflektimet që shpresoj të Zoti që mbesin në memorien tonë në aspektin teorik edhe praktik. Heqtja e mençur pra që shkruajtja e gjuhës, vetmia e dobishme që njeriu ka nevojë më vetmu me Zotin e vet, ka nevojë me thirr Zotin e vet, ka nevojë me atë buhallët vetëm Zotit të tij, pastaj besimin e njerëzit në esencë janë të mirë, vetëm se ka nevojë dikush për me nxjerrë atë mirësi, për me godit aty ku njerëzit e kanë atë pjesë të mirë dhe në shoqëri do të shpërndahet e mira, ndikimi i gjërave të vogla dhe e fundit është përfundimi i rëndësishëm, është më i madh se sa një fillim i mbarë dhe i fuqishëm. E lutem Allahun xhalla taala, Zoti na jep sukses ne dhe juve, na pranon Zoti adhurimet tona, agjërimin ton, na ruan Allahu nga belat, nga smundjet, në mesin ton kush është i smur Allahu ta shëron, kush ka halle, dete, brenga, Allahu t'ia largon ato. Kush ka borxhe, Allahu t'ia mundson që ato t'i paguajë në pasin e caktuar. E lutem Allahun xhalla taala që Zoti t'i falë prindërit tanë, ata që
edhe ata të cilët janë të gjallë. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.